Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar edhe një tjetër përpjekje të Ilir Metës për të dalë nga qelia duke lënë fuqi masën e sigurisë arrest me burg. Përmes avokatit të Tim Mbrojtës, Meta kërkoi zëvendësimin e masës aktuale me alternativa më të buta si detyrim paraqitje, ndalim për të dalë jashtë vendit, arrest shtëpie ose garanci pasurore. Kërkesa u shqyrtua në një moment kur vendimi unifikues i gjykatës së lartë për masat e sigurisë ka rikthyer në vëmendje barrën e provës që duhet të paraqesë prokuroria për të justifikuar vazhdimin e arrestit. Seanca u zhvillua në mungesë të Metës, i cili ka dërguar një deklaratë ku shprehet se do të marrë pjesë në procesin në themel, ndërsa në sallë ishte i pranishëm avokati i tij. Në sallën e gjyqit, avokati argumentoi se pretendimet e Spakut për rrezikun e intimidimit të dëshmitarëve mbetet spekulative dhe të pambështetura në prova konkrete. Sipas mbrojtjes, prokuroria e posaçme nuk ka sqaruar se cila provë mund të dëmtojë ose manipulohet nga Meta nëse ai lirohet nga paraburgimi. Nga ana tjetër, prokurori i çështjes Sotir Llapi kundërshtoi kërkesën e mbrojtjes duke deklaruar se nuk është paraqitur asnjë element i ri që të justifikojë ndryshimin e masës së sigurisë. Sipas prokurorit, vendimi unifikues i gjykatës së lartë nuk sjell asnjë zhvillim të ri konkret me dosjen ndaj Metës dhe për këtë arsye nuk ka bazë ligjore për ndryshimin e statusit të tij. Në përfundim, gjykata e posaçme vendosi të lërë në fuqi masën ekzistuese duke mbajtur në paraburgim kreun e Partisë së Lirisë, ndërsa hetimet ndaj tij vijojnë.